Falemderimi i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve, i cili na mundsoi të përjetojmë edhe këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Paqja dhe bekimet qofshin mbi të dërguarin e fundit, Muhammedin a.s., mbi familjen dhe mbi të gjithë muslimanët. A është Ramazani thjesht një muaj agjerim, apo një udhtim shpirtëror që transformon zemrën dhe besimin? Ramazani është një kohë kur zemrat zbuten, kur ngjenjat e urrejtjes shuhen dhe vendin e tyre e zë paqja dhe dashuria për të cilin njerëzimi ka më shumë nevojë se sa kurrë. Ai nuk është vetëm një periudhë e ndalimit të ushqimit dhe pijes, mirëpo ai është një udhtim shpirtëror që pastron zemrën dhe formon besimin. Ramazani është një mundësi e artë për vetëpërmirësim, reflektim personal dhe për të krijuar një lidhje më të fortë me Allahun. Agjerimi gjatë Ramazanit nuk është vetëm një sfidë fizike, mirëpo ai është një akt adhurimi që na mëson durimin, vetkontrollimin dhe devotshmërinë. Allahu në Kur'an thotë: O ju që besuat, ju është bërë obligim agjerimi, siç ishte obligim për ata që ishin para jush, që ju të bëni të devotshëm. Ky ajet tregon se qëllimi kryesor i agjerimit është ndërtimi i devotshmërisë, një ndjenjë e thellë e vetdijes për Allahun. Ai na mëson se mund të jetojmë edhe më pak duke u fokusuar në atë që është më mirë për shpirtin tonë. Ramazani është gjithashtu edhe muaji i Kuranit, pasi pikërisht në këtë muaj zbriti edhe Kurani. Imam Ridai ka thënë: nëse pyetet, përse ju është bërë agjerimi obligim gjatë muajit të Ramazanit e jo në muajt të tjerë, atëherë përgjigju: sepse gjatë Ramazanit Allahu i madhëruar zbriti edhe Kuranin. Kjo e bën Ramazanin një kohë më të veçantë duke u lidhur me fjalët e të Madhit Allah. Leximi, studimi dhe meditimi i ajeteve kuranore janë pjesa thelbësore e adhurimit gjatë këtij muaji të bekuar. Shumë besimtarë synojnë që gjatë këtij muaji të bekuar të mbarojnë edhe leximin e Kuranit, duke i vënë mesazhet e tyre në jetën e përditshme. Përveç agjerimit fizik, Ramazani na mundson që të agjerojmë me syt, vesh, gjuhën dhe zemrën tonë. Kjo do të thotë të shpangim shikimet e palejuara, dëgjimin e fjalëve të kota dhe thashethemet, dhe të mos kemi vese të këqija si zilia, krenaria e tepërt e të tjerë. Profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush nuk e braktis fjalën e rreme dhe veprimin e keq, Allahu nuk ka nevojë që ai ta braktis ushqimin dhe pijen e tij. Kjo tregon qartë se agjerimi i vërtet është ai që pastron njeriu jo vetëm fizikisht, por moralisht dhe shpirtërisht. Ramazani nuk është vetëm një përvojë personale, pasi gjatë Ramazanit ne krijojmë lidhje të fortë me miqt, shoqërinë dhe me njerëz të tjerë. Ai na mëson solidaritetin dhe dëmshurinë. Na kujton se ka njerëz që vuajnë nga uria dhe varfëria çdo ditë. Përmes dhënies së sadakas dhe zekatit, ne ndihmoj atyre që kanë nevojë, po ashtu i tregoj vetes dhe të tjerëve se nuk ka vlera më të mëdha në jetë se sa ndihma dhe bujaria. Namazi i natës, teravia, iftaret e përbashkëta dhe tubimet nëpër xhami krijojnë një atmosferë të përbashkët bashkësie. Këto momente të adhurimit të përbashkët na kujtojnë rëndësinë e unitetit dhe dashurinë për njëri tjetrin. Një nga aspektet më të rëndësishme gjatë Ramazanit është edhe reflektimi personal. Pasi në këtë muaj ne mund të ndalemi dhe ta pyesim veten tonë: apo jetoj në përputhje me vlerat e besimit tim? A jam duke bërë mjaft për të përmirësuar veten time? Si mund të bëhem njeri më i mirë për veten dhe për të tjerët? Ramazani është një mundësi për të ndryshuar nga veset e këqija dhe për të ndërtuar vese të mira që do të na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Ai na mëson se përmirësimi personal nuk mund të arrihet brenda një nate, mirëpo ai është një proces i vazhdueshëm i cili kërkon përkushtim dhe vullnet.
Ramazani është një dhuratë nga Allahu i madhëruar për muslimanët, një mundësi për të pastruar zemrën, për të forcuar besimin dhe për të rigjetur paqen e brendshme. Le të përfitojmë nga ky muaj i bekuar, jo vetëm për të agjëruar shpirtin, por edhe për ta ushqyer shpirtin me dashuri, mirësi dhe devotshmëri. Sepse qëllimi kryesor i Ramazanit nuk është vetëm që të na bëjë njerëz të mirë për një muaj, por për tërë jetën tonë. Allahu na pranoft agjërimin, duat dhe lutjet tona. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.